Passo në Top Albania Radio. Mirëmbrëma të gjithëve, miq të Paso, takohemi si çdo të premte në orën 18 në Top Albania Radio. Jemi gjithashtu në Sport News në Digital, por dhe në kanalin 10 të Top Albanias në Digital, gjithashtu në 3 vende njëkohësisht. Me Gzim Sinemati. Mirëmbrëma. Lorenzo Eminin. Mirëmbrëma drejtori. Ed Manushin. Ora drejtori Pasos mirëmbrëma. Ora eksakte 6:07 minuta. Edhe e sjell vetëm Verde Watches, orat e sakta janë vetëm Verde Watches, aty ku bëhen dhuratat e dura për Shën Valentin 7-8 mars dhe për gjithë sezonin që sapo ka nisur. Mos si u ndani, Verde Watches. Ditë e rëndësishme sepse sot fillojnë lojrat olimpike dimrore, janë lojrat e 25-a që fillojnë sot në Milano Cortina, që është një rikthim mbas gati 20 vjetësh në Itali. Shqipëria do të marrë pjesë aty, do flasim pak më vonë edhe në lidhje me disa kuriozitete për këtë event ku Shqipëria merr pjesë me 4 sportistë. Sot po luhen ndeshjet e kampionatit, do të luhen sot dhe nesër, pra janë 4 ndeshje që luhen sot. Partizani ka fituar në Ballsh në minutën 92, 2-1. Vllaznia vazhdon në ecurinë fitore, janë 5 radhazi, mos gaboj, fitoi me Vorën sot 1-0 dhe po luhet në këto momente, minuta 80, 2-1 Elbasani me Teutën. Në orën 19 do të luhet Flamurtari e Gnatia, ndeshje që karakterizojnë këtë javë të kampionatit. Ka patur diçka që ka ndodhur sot, si ke parti, Lorenzo? Un pash Vorën me Vllaznin, nuk ishte ndonjë të qeta sot. Të qeta ishin ndeshjet. Mbas këtyre 4 javëve të para të vitit 2026 që ka nisur për të thënë vërtet me problematika, me raste shumë të diskutueshme. Kurse Partizanin e pash pjesërisht, shumë pak, por Partizani ndoj që unë nuk kishte pjesën e mirë të ndeshjes. Kishte një moment pjesën e parë ku pretendoi Bylisi për penallti, po pjesa tjetër ndeshjes shkoi mirë. Po nga mënyra si pash edhe pjesa e dytë dominoi Partizani ndeshjen, por e fitoren arriti shumë vonë. Ishte pak domethënë me risk të madh. Minuta 92 gati kur shënoi golin e dytë dhe mori këtë fitore. Për sa i përket renditjes kampionatit, pyesja Lorenzi për Vllaznin se kapemi ke episodet. Si ishte Vllaznia se nuk arrita ta shikonim sot ndeshjen, ne do të shikojmë ndër në mbrëmje. Vllaznia sot si ishte e bukur si Vllazni, si gjithmonë, por ajo që kam kuptuar unë kohët e fundit në këto ndeshje, Vllaznia nuk po tenton me të luajë futboll të bukur, do vetëm marrë 3 pikët. E pranoi edhe Martini në intervistë. Por ka nisur numërimi mbrapsht. Nuk më intereson loja e bukur, por mjaftojnë pikët dhe ashtu luajti. Peshënoi atë golin dhe pastaj vetëm mbroi administroi rezultatin. Vetëm se është një kampionat i gjatë përpara, se jemi vetëm te java 23 dhe ja dhe 13 javë. Domethënë janë dhe shumë javë përpara derisa të shkojmë tek Final Four. Vllaznia është me 45 pikë përpara, po Elbasani nëse mbyll ndeshjen me fitore, është aty afër. Kjo formula që po synojnë tani që të shkëputen sa më shumë vend i parë. Kur të përgjysmojnë pikët të ketë avantazhin e pikës. Të ketë avantazh një ndeshje të paktën. Domethënë që ai në 3 ndeshje që mbeten në fund, ai të ketë një avantazh ndaj skuadrave të tjera. Po shkëpute 10 pikë para, ti mund dalësh kampion edhe. Ky ndryshimi nuk ja heq vlerën kampionatit siç ndodhte më përpara. Ku më përpara, kur arrin Final Four ti zeroheshin pikët dhe luanin gjysmëfinale. Ka një motivim më shumë. Kurse sot ka një motivim më shumë, sepse Vllaznia nëse bën një shkëputje me 6 pikë, me 7 pikë, me 8 pikë. Mos harro, jo vitin që shkoi, po para që kur u fut si formul, ku iku e Gnantia, iku 15 pikë, mani me? Dhe që i futi një frenadore pastaj që Beria 4 humbi rresht, se s'kishte. Duket një ndryshim që ishte i domosdoshëm për ta mbajtur garën edhe gjatë vitit hapur. Apo të bezdis ky futbolli, rezultati të bezdis ndryshimi më i madh do ishte të dikte fare këtë formulë. Po ju po lavdroni një arnim. Jo, s'po lavdrojmë, po themi. Ky është arnim, tani sepse ta lavdrosh ekipin që unë s'dua të luaj më bukur, dua të marr pikë, i bie që ne stadiumin i ketë këtë lojën, po hapet të lojën, do zgjerohemi në diskutim. Zgjero sa duash, stadiumin i ke bosh. Njerëz nuk ke, e thua dua vetëm pikë. Puna është, a do luajmë futboll? Jo, unë do doja të bëj një pyetje. A do luajmë futboll apo do luajmë pikë? A mos e kapim këtë Rediupin telefon, e di pse do t'i bëj një pyetje Rediupit. Nga këto futbolli i 2026-s në kategorinë superiore, e di çam ka ide kanë për ju, sikur skuadrat nuk përgatiten për të gol, po përgatiten për të marrë penallti. Jo, për të marrë penallti. Do të thënë, ata bëjnë taktika si të rrezojnë nga intensiteti i rënies. Ore, se kuptoj pse s'është goli primar poshtë penalltia. E kuptoni ju që është bërë episodi loja primare. Kjo është një fizionomi që episodi penalltis në futbollin shqiptar është bërë endemik. Po ndodh kudo kjo. Ku po ndodh më çelë? Kush s'është edhe në Barcelona po gol më glen. Një penallti kur ti vi. Po mi më ti merr me rastin më të mirë. Ti merr rastin më të mirë, po merr futbollin më të bukur në Europë. Hiqeni atëre. Marrin që po Real Madridi. Po kudo Madridi, ke parë sulmos të Real Madridit janë Vinicius sa prek rrezohet. Nëse ju mendoni prek rrezohet. Nëse mendoni kështu dhe më keq akoma. Po kështu është. Manush, një javë përpara ju kam thënë këtu që
Më para shumë vitesh futbolli fillon në mes fushës. Sot futbolli fillon ke pika bardhë penaltis. E ke thënë, po është vërtet. Para jave. E vërtet. A kupton kjo që thua ti të çon atje. Këtu kemi qenë dhe kemi mbrapsh, sepse është ajo që thua ti. Sidomos ke ne. Ke një futboll që nuk prodhon raste gjëra, bëhet shumë e rëndësishme penaltia dhe pastaj bëjmë poza. Pastaj e hyn dhe tjetra, kë duan më shumë. Shikoj ekipet kush merr penalti, kush nuk merr. Pastaj e kupton. Shumë e saktë jo, koncentrat është. Të gjitha ekipet jo, po duan mos më thuaj se s'do të marr pronën e faktit. Ishte thelbësore kjo. Ideja është që ekipet s'duan të humbin Edi. Domethënë këtu i humbja shikohet si një dramë, sikur çfarë po ndodh. Po që s'do të humbish, por nuk shoh penaltia është një episod që mund të vi dhe penaltia në lojë. Po ti sulmo, bë rast, bë aksion, bë këtu. Tani këta si duket çdo gjë e bëjnë për të marrë penalti. Ai ka mundësi për të bërë gol. Më mirë se goli, shko për plasën me ato se do të kujdes. Po s'është kjo jeta, prandaj do të them që kjo ka të bëjë me ata që i servisin, ne nuk ka të bëjë me ne këtu. Ne për shkak se thaksimi që po dhe jeta Manush ka shumë gjëra që mund t'i bish drejt, këta i bin shtremët dhe i di bi më mirë. Edhe në jetë, jashtë futbollit. Përtej futbollit, kjo ile. Ajo është pasqyra do thoshte, ata pasqyrojnë pak a shumë si janë në jetën e përditshme. Ka shumë njerëz që bëjnë hile, shtrihen për të marrë 11 metra. Se kuptoj që mund ta marrin me të drejtën e Zotit. Nuk e marrin të drejt sepse është vetë gjithë sistemi për të marrë 11 metrash. Po, do ishte keq kuptuar për ta merrte drejt për drejt. Po, nuk ishte është vërtet. Jo, ç'është që po ka gole spektakolar, nuk ka dalë. Them që me futjen e varit edhe skemat e marrjes penaltive kanë ndryshuar. Qofse më përpara ty duhej një gjë shumë evidente për ta fituar penalltin, pra një sulmues duhet lodhej shumë për të marrë një penallti. Sot ai me një kontakt shumë të lehtë, po të shohësh se ç'a ndodh paktën në Europë, ai fiton penalltin. Kështu që ka ndryshuar dhe mënyra se si futen sulmuesit në se është më e vështirë të bësh gol se sa të marrësh një penallti sot. Po do të shohësh me futjen e varit. Sepse këtu qofse më përpara ti për të bërë gol ishte më e lehtë se sa të bësh penallti me sulmuesin me 0 zoheshin. Hani dhe në një shkelma dy dhe prapë vazhdoni lojën. Sot ai një prekje lehtë, rrezohen dhe vet. E bëjnë dhe bukur hedhjen edhe e fitojnë të penallti. Ka një shpjegim kjo. Vari vërtet ka sjell risi në arbitrim sepse ka shmangur gabimet flagrante të trasha. Por, nga ana tjetër, po e dobëson arbitrin e fushës dhe po forcon veten në thonjza, sepse po forcon sistemin. Domethënë, po të thirrë vari, është e çuditshme. Unë nuk kam parë, t'ju them një fakt që është edhe për humor. E diti që kur është futur vari në 2019 në Shqipëri, e vetmi arbitre se është femër që ka kthyer vendimin e varit është vetëm Rusta. Një arbitre vetëm. E dha penallti, e thirri vari tha jo nuk është penallti, po nuk ishte penallti faktikisht. Ishte 50-50 dhe i qëndroi vendimit, vajti e pa dhe tha penallti. As e tjetër se kisi ka qëndruar. Për mi edhe vendimin pas ka marrë gabim sipas. Je i sigurt? Po, që nuk ka ndodhur në asnjë. Ka qenë Skënderbeu me për tjetër rast Shqipëri. Tjetër rast. S'bajmë tjetër. S'bajmë. Ke stokën sot apo? Pak më vonë. Okej, shkojmë pak në publicitet dhe rikthehemi më pas. Passo në Top Albania Radio. Rikthehemi live në Top Albania Radio dhe Digital dhe momenti për të bërë një lidhje telefonike me Milanon, aty ku ndodhet Etrit Xhuglini, sekretari i Federatës Skive. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Jam në studio me jam në Cortina, në Cortina Olimpik të Cortina. Po, në Cortina do na shpjegosh tani se çfarë do ndodhi pas pak çase, pas rreth një ore gjys fillojnë lojrat dimrore, lojrat olimpike dimrore, që këtë vit kanë një shtrirje më të madhe në krahasim me gjithë herët e tjera sepse do zhvillohen në gjithë pjesën veriore të Italisë. Jam në studio me Gzim Sinematin, Lorenzo Emini dhe Ed Manushin dhe ata do duan të bëjnë ndonjë ndërhyrje në një pyetje për kuriozitetet që kemi ne. Për herë të parë Shqipëria merr pjesë me 4 sportistë. Është numri më i madh që çojmë ndonjëherë në një olimpiadë të tillë dimrore. Eksakt, është era parë që nga 2006 në Torino, po në Itali ku Shqipëria ka bërë debutimin në lojrat dimrore, me vetëm një sportist me Rion Tolën, këtë radhe marrin pjesë me 4 sportistë dhe dua të them pa mungesë modestie që jemi edhe pretendent për një medalje olimpike fal Lara Kulturit, italiane të naturalizuar që garon për Shqipërinë prej më shumë se 3 vitesh tashmë. Sot italianët po lexoja në këtë shtypin e tyre që ishin të shqetësuar sepse kishin 2 italianë që do mbanin flamur të ndryshëm. Përveç Shqipërisë ishte edhe një sportist tjetër që do mbante një flamur, më duket mos gaboj të Argjentinës ose të Marokut, se kishte një prindrit i kishte të huaj, por që kishte jetuar në Itali dhe mund të përfaqësonte edhe Italinë. Lara Kulturi, kur e ka garën e saj? Kur është dita që në garën që ajo shpreson që të marrë medalje aty?
Po, sa për të shpjeguar pak, në lërat dimërore janë 16 sporte, nga të cilat Shqipëria merr pjesë vetëm në skinë alpine, pra vetëm në disiplinat e skisë alpine. Lara Kulturi do të ketë garën e saj në Gjigant në datën 15 shkurt dhe datën tjetër është 18 shkurt në slalom. Ku në slalom ajo në cirkuitin e Kupës Botës ka 4 podiume. Pra, cirkuiti i Kupës Botës është cirkuiti më elitar i skive alpine, si ta krahasoj me cirkuitin e Diamond League-s apo cirkuitin e Formula 1-shit apo të MotoGP-s. Pra është një cirkuit që bëhet gjatë gjithë sezonit me skiatorët më të mirë të botës. Pra, prandaj them që kemi shanse reale nëse Lara do jetë në 100% të formës të marrë një medalje, sepse të njëjtët konkurrentë që janë aty do jenë edhe në Olimpiadë. Me 4 podiume këtë sezon, kemi shanse reale, pse jo që të sillim edhe medaljen e parë olimpike në sportet dimërore. Le ta shpresojmë. Edhe diçka për lidhje me ceremoninë. Si do zhvillohet sot ceremonia në 2 vende njëkohësisht? Edhe në stadiumin San Siro, edhe në Cortina. Shqipëria ku do parakaloj? Ku do jetë delegacioni shqiptar? Më saktë duhet bëj një korrigjim, do jetë në 3 vende. Në 3 vende. Në Cortina ku jemi ne, ku janë të 3 vajzat. Duhet përmend edhe 2 vajzat e tjera përveç Larës, Liza Brunga dhe Liza Brunga. Deni Xhepa do jetë, që është mashkull i vetëm në disiplinën e skive alpine, do jetë në Livigno, ndërsa në San Siro, aty ku do jetë shumica e shteteve, duke qenë që Shqipëria nuk ka një përfaqësues në sporte të tjera siç është hokej apo patinazh artistik apo ato sporte që zhvillohen në Milano, nuk do të parakalojmë atje sepse për arsye dhe logjistike, sepse është e pamundur që të nesër me gjithë ekipit të vi përsëri në Cortina apo në Bormio. Kështu që është një unikale sepse është në 3 vende njëkohësisht ceremonia. Një ceremoni që besoj siç din ta bëjnë italianët me shumë nota artistike, besoj, me shumë figura të famshme që kanë dhënë konfirmimin si Mariah Carey, Andrea Bocelli, Dua Lipa që ka qenë imazhi i këtyre lojrave olimpike, apo Snoop Dogg po do jetë me do përkrahej edhe Amerikën aty ai, po Laura Pausini do këndonte sot, kështu që është një ceremoni shumë e bukur për të parë. Manushi, ka pyetje? Jo, unë doja të dija, e trit një urime se kur ka ardhi Elvisi ka lëvizur sporte që për ne janë realisht jashtë traditë dhe të panjohura. Kështu që kur ka një medalje se mos ta mirpresim. Përveç kulturit, këto 3 sportistë tjerë shqiptar doja të dija ku stërviten dhe çfarë kështu çalloj kështu kulture skish kanë. Shumë e qartë, të gjitha sportistë janë të gjithë kohës në dëbor, janë në vendet, janë të Deni Xhepa për shembull është nga një familje nga Tirana kombinatse, por ai është i limur dhe i rritur në Sestrier, aty ku janë bërë lojrat olimpike të Torinos në 2006. Ai stërvitet gjithë kohës në dëbor, në Itali. Liza Brunga është nga Toronto, ndërsa Semire Dauti është një orë këtu nga Cortina, pra në Itali. Është shumë e vështirë të kesh sportistë të këtyre niveleve që jetojnë në Shqipëri, sepse do të kesh 100 ditë të vitit në dëbor kur i thënë. Okej, interesante është, vetëm një gjë do të thëj edhe diçka tjetër. Kjo është një, domethënë më ranë sy shumë ceremonia e përcjelljes së këtyre sportistëve me shumë glamor, më për një vend me kurse si Shqipëria. S'do ishte më interesante ta bëni të përcjelljen e këtyre sportistëve nga në një obor shkolle. Pse i fusit gjithë atje në presidencë dhe bushni atë sallë me 600 veta me xhaketa, me pardesyra. Pse se bëni pak më popullore gjën? Sugjerim është ky, ë? Duke respektuar punën tuaj. Tani ata që kanë tagrin për të organizuar ceremoninë është Komiteti Olimpik. Nëse ndoshta ishte para ta kjo, se mund të dëgjojnë dhe të reflektojnë. Shumë e drejtë, ka ngelur kjo burokracia më shumë e ceremonive pak glamur, por në të gjithë shtetet shkohet në këtë pak nivelin pak më burokratik të gjërave, ku presidenti apo kryeministri i Republikës apo mbreti apo nuk e di ku. Okej, nëse të turojmë suksese në këtë detyrë dhe çohej me dignitet përpara, kështu që suksese edhe ekipit shqiptar në lojrat dimërore dhe falenderojmë me Tridhin për këtë lidhje. Kaloni një ceremoni të bukur sonte në darkë. Në orën 20 është ceremonia.
Ishte ka Buredi se ishte. Jo, po bëri përshtypje kjo se 40 shof ca ceremoni. Çu ka qenë gjithmonë. Jo, ato janë kështu, nuk kanë gjë, po thoj me vete, kot për shifjen në shtëpi, se kur të bësh kjo në një borë shkolle, ku diun, spontane, një shkollë e Tiranës, po përcjellim sot tu do ishte do ishte një alegri më ndryshe se sa ti shef në atë xhaketa që zbresin, tapeti kuq, ata katër sportistë të rinë aty timid, gjithë frikë shifshin këta kështu. Po hape lojën e ceremonive, pastaj do futemi në ceremonitë e topitartë, në ceremonitë e tjera. O Manush. Ne flasim çfarë vjen sa shohim. Manush si fare, derisa ai thotë që do ta japi kupën Tampi. Po pra, ndodhi edhe pse nisën ata ndej, por nuk e kanë edhe kë shkollat, ata kanë edhe kë politika, nuk është rasti, nuk është burokraci si thotë ai Tridi. S'është burokraci, kjo është lloj politike, politikë sunduese. Do dalën ata në plan të parë tani në sport. Jemi ne thot. Ata bëjnë luftën, janë duke bërë luftra tani, janë 3-4 luftra që bëhen dhe ata bëjnë edhe sportin. Merr. Dhe kjo që bie në sy po sërish mua më ka rënë sy dhe me të vërtetë është për të ardhur keq. Kjo që ti përfaqësohesh në lojë olimpike dimërore dhe nuk ke asnjë sportist nga Shqipëria, është gjithsesi si futbolli. Jo, prit, po jo vetëm aq. Po nuk ke një pistë skish, po ti nuk e bën dot. Si duhet ta bëj? Jo, po nuk e bën. Po se bë dot fitness për një sportist se bën 100 milionë euro një pistë skish. Po jo, ajo të bëhet. Atë bën, po e bën privati se bën shteti pistë skish. Nuk bëhet. Mos u fut në budalliqe sepse ja lecon jetën burokratit. Po jo, po e theti aty, më bë pistë skive thotë ai, o kup çeka ky. Faleminderit për të kërkesë. Po mirë, mos ke pistë në Shqipëri. Po s'ka, nuk ka. Po pse? Po s'ka si të kenë. Ska borsat. I vendi për shkak të shtaveti kushton 100 milionë euro. 2026, un kam miq që shkojnë bëjnë ski dhe shkojnë bëjnë ski në Kosovë. E pse s'u bë ka ski në Shqipëri? Ka 3 pista Kosova. Po pse? Po ti bën pallate nga 10 milionë. Ju si mendoni që këto i bëjnë privat apo shteti? Po privati po jepi. Po mirë tani llogari privati kërkoni studion tonë se na vitet. Atë mi gjë, Se bën një pasanik piste ski. Se s'ka fizibilitet. Nëse nuk ke informacion, lëre Manush. Lëre mos fol. Pse këta bëjnë kulla edhe nuk bën dot i pistë? Si private si shteti. E pse do medalje ti atje? Ka vende pjesëmarrëse që kanë 100-200 veta dhe nuk pretendojnë medalje. Ti çon 4 veta dhe ai thot do marrë medalje. Është turp i madh që nisje. Me 4 veta do medalje ti? Po mund të marrë. Po ti pse ja e morë medalje? Kë gënjen? Me atë larë. Po se ajo është italiane. Ti kundërshton idenë që të vet, që pse s'nisën nga u bor shkolle. Nuk kanalin ta shumojnë sportin. Ta kanalin ta fusin këtu dhe ti marrin nga Italia, nga Japonia, nga Brazili, vetëm shqiptar mos janë. Ore ti morë veç harxhon 2 milionë. Për padelin do harxhon 2 milionë euro. Jo që se masolli fiks. 2 milionë euro për padel. Ka pas piskish për para. Tu miratoj ku vendi 2.2 milionë euro për padelin. A kuptoni? Ti edhe di sa për informacione, disa bante pista në Dardh që donin ta bënin austriakët, 10 milionë euro, që ta dish sa për informacion. Jo 100. 10 milionë euro për një shtet janë si kjo kafja që moron me gëzimin që pari. Po 10 milionë euro ti merr me i rruga me i kilometër. Po 10 milionë. Nga 25 100 milionë. I rrug e heqësh vjen një rrugë dhe po them të bësh pistë për sportistë, po ta bësh edhe për ne. Mos u bë fasoni nga kjo që ndodh. Të gjithë sportistët që janë në lojrat olimpike dimërore stërviten jashtë. Po nuk ka rëndësi, po them s'ka një pjesë të Shqipërisë. Kombëtarja mundjes jashtë. Kombëtarja e Shqipërisë vjen nga jashtë, e gjitha. Ti ke panë lojtarë që vijnë. Kampionati shqiptar tani po bëhet nga të gjithë jashtë, nga të gjithë jashtë. Tu sporti është i vdekur, ti vazhdon akoma me historinë. Manush, unë sot dëgjova një emision shumë të këndshëm dhe thoshte ankoheshin shtete moderne dhe kësaj pune që kishte pista që do krijosh borë artificiale, edhe ata nuk e pranonin nga Italia. E dini ju këtë? Është problemi i kushteve të motit që nuk po përshtaten dot në shumicën e vendet e Evropës nga grua nuk po ka borë dhe detyrohen që ta krijojnë vetë me borë artificiale për të formuar pista dhe gjitha. Borë artificiale nga pas pistë. Mos ke reklam apo? Po, shkojnë kur s'kemi gola që krijojnë borë artificiale. Atëre para reklamës vetëm një moment Kloj që të prezantojë edhe me zyrtarisht me BioCheck Diagnostic Center, vendi ideal i analizave. Pushoni ta themi këtë se është e rëndësishme, janë njerëzit në timon dhe duan të dinë ku gjendet BioCheck Diagnostic Center, 25 vite eksperiencë, bëni aty analiza dashurish, rezultatet fantastike në kohë reale dhe mbi të gjitha gabimi është 0,000 fare, 0,00 gabim. Shumë mirë them. Shkojmë publicitet dhe rikthehemi më pas. Paso në Top Albania Radio. Paute. Pak kjo është një këngë shumë e madhe, neve Pse? Një këngë shumë e bukur se dëgjova këto ditë lidhur me futbollin. Në fakt ne e dim gjithmonë se një këngë kështu që t'i jep entuziazëm, alegër, por në fakt është një këngë që ka brenda një fatkeqësi shumë të madhe, se është një fëmijë vogël në Angola gzim, që i këndon ku është babai në kohën e disa reprezaleve që bën belgët frikshëm atje me porgjakje, dhe ky fëmijë vogël thotë
Papaute, dhe është një grup nga Belgjika që e këndon. Po ne e shohim gjithmonë me nota gati optimiste, po kënga ka shumë trishtim brenda, një këngë e madhe. Pa ai që këndon, e ke parë si është, ai vibron, është si deur. E ke parë? Stramo, si ka një emër. Stramo. Stromaj. Ai, bravo. Ai ecën si Ne deur. mund gabojmë te Është stili ashtu, është. te emrat e këngëtarëve, por nuk gabojmë te futbollistët Loj, kështu që aty nuk na korrigjon dot. Tan Stoka, mi mbrëma. As ke Stoka nuk gabon. Urime një herë për 80 vjetorin e Partizanit. Unë kam qenë në korale me juve, me ty, më të kam mësuar çdo vit nga fet. Pash një dashuri shumë të madhe në atë organizim. Ishte unë sa në shtëpi sa kam marrur nga Ballçi. Një ndeshje Po. që për mua nuk e meritoshim të fitonim. Pse? Pikët janë të rëndësishme. Unë nuk e kuptoj me që marr rastin të flas se podcasti të pasoja, të Albania. Unë nuk e kuptoj se dakor ti bleve Shabani, Çakën, si Biden, Fadarion, Partizani, po nuk e di sepse tash ku janë të talentet e akademisë, për shembull Tedi Mala, që ishte super lojtar, ke Vatën, ke Iman Llari, që ka bërë 20 gola të historinë vjeçare. Dhe nuk e mendoj që këta janë më të mirë ata tre që ka Shabani që u futën sot, nuk e kuptoj, është një lojë menaxher, një lojë shumë e menaxherëve që po ndërhyjnë në kampionatin shqiptar, një vetëm të Partizani për të çdo ekip. Këtë nuk e kuptoj fare. Kur ti ke lojtarë aty, dhe është e pandershme që ata lojtarë të luajnë dhe para kotës dhe para Mehmetit. Për mua, si sportdashës, edhe mendoj që më kuptoj që nga futbolli. Si më thoni ju për deshët, para 2 ndeshjes kota ishte lojtari më i mirë në fush, tash kota nuk gjen vend fare me as në formacion. Tani Partizani vjen nga rezultate negative me këta emra që sapo the ti. Të lutem. Trajnerët i duhen pikë në fund. Tani nëse do luanin lojtarët akademive, do ngelin pa punë menaxherët. Kështu që ata që fusin, futen punë të këta të tjerë. Ti e di shumë mirë. Jo, unë kam një mendim tash. Mendimi im është që deri 18 vjeç fëmijët shqiptar mos kanë filluar që 14 vjeç me Gzimo, mendojnë për menaxher fëmijët, e kupton? Lymolla bëj punën tonë. Po se kanë kuptuar, pra kanë kuptuar si luan. Menaxher quhet prindi në futboll. Menaxher quhet një prind në futboll, se quhesh jetim pa menaxher. Lejtë 18 vjeç të luajnë. Lejtë 18 vjeç të luajnë. Ëndër nuk i jetë pasaj ata duke patur mendjen 14 vjeç me menaxher. Dgjoj Tani, ti tu 18 vjeç menaxher. Para disa muajve në Itali, trajnerët më të vjetër Gasperini, Spalletti, ishin gjithë atë vjetit dorën për një xhiro në Itali dhe shkuan nëpër akademitë e futbollit. Edhe kur erdhën në fund fare thanë, bota ne kemi shkatruar futbollin. Nuk e lejmë të jetë natyral thanë. Taktike madhe, i thoshin fëmijëve thanë mbi pozicion, i thoshin ekrani, i thonin kjo. Nuk e lenin të luanin futboll po e mbysnin me taktik ta. Tani kur shkojnë 18 vjeç, e mbysin me menaxher. A kupton se si është futbolli sot? Është thyer çdo gjë në para. Në një ditë që Partizani ka marrë 3 pikë, tani shumë i revoltuar. Po ti pse që na i thua ne? Pse nuk ja thua presidenti Demi, po na i thua ne? Thuaj çfarë do bënë president? Po fletaj ata. Unë edhe herë kur jam në kafe me presidentin Demi, se do ta kapoj me moment mirë, t'ja thua. Po çfarë do të moment mirë, do të kapë moment keq. Jo, mirë kaq, ai tani. Presidenti s'ka kotri me. Diçku ja kërkoj gjërat. Dgjoj, Tano. Si do të qoftë. Ti po i bën derrat apo po të ndër ty ai? Ti do e kapësh moment mirë. Gzim. Ajo festa Partizanit par djetë, më thonë të 3 vjetori, unë isha me shumë figurat legjendare si Ferit Ragami dhe u isholitorë videot, dhe të gjithë sunave të Partizanit, lojtarëve aktuar, si Bytyçe, tyre i thash, këta kanë qenë lojtarë, ai Mehmeti nuk i njihte kush ishin, ai Ismaili thoshin që janë këta, dhe u t'ju e thonë, zotrin, këta kanë qenë Partizani, kur nuk ishte PlayStation e sugjonash, ata nuk njësin shtakot kustën, nuk njësin ju liseun. Ja mora prezantova ata shiko. Po s'është faja tyre. E kupton? Ata ishin e kupton sa të vjen keq. Qytetarët e Partizanit aktual nuk disin të figurat e mëdhenj. Si shkoi udhimi në Ballë sot, më na tregon çik. Pati tifoza, pati. Shumë. Jo, më shumë pak. Shumë pak ishin. Ne themi ja 300-400 tifozë mund të ishin. Po. Me thënë drejtën nga Partizani ishte vetëm një autobus ikun nga Partizani. Ore pa përshtatshme ku zuri drek aty se ti e ke problem drekën. Jo, nuk me thënë drejtën tash do hajë në shtëpi, me thënë drejtën, po tash duke parpason, duke ngrënë me thënë drejtën, se tash shi madh, ishte shumë shi me thënë drejtën. Vetëm mëngjesi do të thotë. Kisha aksidente rusa si gjë, ishte. Tani dash dark duke na pa neve çfarë? Do gatuash vetë në gjë apo do porosish? Jo, në ditë dietën aty. Ai mëngjes drejt dark ka gështenja. Gështenja ti kafsh. Jo, kamaja di filleta pule me perime. Dgjoj, bëu gati se në datën 16, duket i bi 16 shkurt, do jesh përballë
Përballë tifozit Tiranës. Pse Erdhi derbi, po afrohet. Për Shën Valentin që ka derbi Për Shën Valentin, po, për Shën Valentin. Shën Valentinit? Po, fundjavën e Shën Valentinit. Lutem dua një time noterin ton të dashur Zaloshin. Do bëni një diçka para në kuadër të Shën Valentinit lidhur me derbin. Ka mundësi ti përmbahesh sa tash përndaj? Do ta mendoj këtë gjë. Mendojeni, keni një javë kohë. Mbasi mbaron pasoja, fillon hapja, ceremonia e hapjes së olimpike. Po, është Milano vërtet. Cortina në Tani 10, po. Tani kam një pyetje. Në 80 vjetorin e Partizanit, shumica thetin nuk I njihshin ftorit, figurat e mëdha që kanë luajtur Partizanin. Po a pyetje njëri për shembull, sa tifoza sot mund ta dinë informacionin e Partizanit? Më përpara kur luanin ata ne e dinin përmend kush luante. Po sot a ka burrnone që e gje informacionin e Partizanit? Tu se di tani, jo. Si tani e di për shembull. E ton për javën. Informacioni nga 87, ne 87 ishte Perlat Musamport, që në mbrojtës e Lando Celli në Ergega, në kraj ishte Frashri Bilardi, në sus ishte Indieri Leftermilo, Fons Muça, Je ke Partizani në Tumbajkos. Je ke Partizani në Tumbajkos. Kush e sul? Kaçaçi, Sheu edhe Lakja. Është tamam ke Partizani I Tumbajkos. Ka zgjedhur Partizan që dhe ne që si tifozë Partizani e dim. Dëgjoj, un kam I Partizan pak para këtit, pa këto emra. Unë kam I çik me formacionin më ndryshe. Zim, jam I sakt zim. Jam në rregull. Saktë, me atë Partizan që the shumë I sakt. Me kohën domethënë në këtë moment ti duhet bëj një Partizan. Tani ti duhet bëj një Partizan përgjithshëm. Partizani të madh. Bëj edhe formacionin e Partizanit për gjithë tifozët. Se pokës vetë bën tani. Më bëri një pyetje Sulsarova, të 80 vjetoj dhe më tha, sipas tem, tha më që merrte me sportin, kush ka qytetari më I madh I Partizanit? Më bëri shumë siklet. Se ne dim që më I madh Panajot Panos mund ta harosh, kuptohet. Po mendoj me që Panajot Panos ka qenë një kohë në një epokë shumë më përpara. Zi numrin 2, le të themi numrin 2. Numrin 2. Numri 1 dhe numri 1 mos I numri 2. Po ta them unë, ta ndihmoj unë atë se ai se njeh fare. Unë e njoh. Unë them që numri 2, më dëgjon. Të dëgjoj, po mos gabosh, numri 1 për ne, numri 2 kujdes se jam fushminuar. Mbas Panajot Panos për mua gazdemi. Jo, ka ti, domethënë ai ky sport që ushtron ti është servilizëm. Jo, pse? Po numri 1 dhe numri 1 janë Panajot Pano dhe Refik Resmia. Pastaj shko ke presidenti ti. Ti shko ke presidenti, se I ke qef to për ti gazdemi. Pyeta unë një dur se kush lojtar I mirë, president që ka ardha. Ja këtë punë keni. Ky është sport olimpik ky tani tash. Ky është sport kombëtar. Sport kombëtar. Astoka si ishin rrugët me shira me gjëra rrugët. Servilizëm sport kombëtar. Gjesi edhe nëse që është ndeshja Dinamo me Tiranë, do ta shoh me shumë kënaqësi derbin që është nesër. Kur e shohësh në stadium apo në shtëpi të shohësh? Mund të jem në stadium, nëse Manushi vjen, Manushi. Unë jam bashkë me ty, lutem, më merr një bilet mirë ke VIP-i se ka marrë shiut nesër. Okej. Astoka, falenderojmë. Për çfarë informacioni fundit për ndeshjen mbaroi Elbasani. Mbaroi po. Fitoi 2-1. Po, unë kisha edhe një fjali në vijimësitë asaj që tani sepse po flisja me një trajner U17. I shqetësuar në maksimum që nuk kam lojtar fëmijë, nuk vin fëmijë mos bëj dot formacioni. A kuptoni ku po shkon futbolli, zotëri? Bas pak e ka thënë falenderojmë dhe Beauty Point për të dhuruar për dashurit tuaj aroma parfumesh mund të drejtoni tek Beauty Point në dyqanet tek qendra tregtare Ring Center, tek rruga Minepeza, në QTU në Durrës, Shkodër dhe Vlorë, keni nga markat më të ndryshme. Ndiqini dhe faqet e tyre sociale, por dhe në faqen zyrtare në web beautypoint.al. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi përsëri në pjesën e dytë të Pasos. Paso në Top Albania Radio. Rikthehemi në Paso në këtë pjesë të dytë, momenti për të falendëruar dhe Atlantic, siguro vetëm me një klik. Aty mund të sigurohesh në faqen e tyre që nga celulari për pronën, shëndetin dhe makinën. 25 vite që kujdeset për ju Atlantic. Ku e lam diskutimin? Ka filluar ndeshja midis Ignatias dhe Flamurtarit 0-0. 0-0. Kështu që në renditje tani për momentin me ndeshjen e zhvilluar sot, Vllaznia ka 45 pikë, Elbasani 42, do shohim çfarë do bëjë Ignatias nëse do mbaj ritmin. Nesër pastaj në orën 1:30 Dinamo me Tiranë. Ku e le diskutimin se u ankuo gëzimi që ndërprem atë fjalit që po thoje ti në fundin e pjesës. Do të ketë një logjik. Më mirë vazhdo me Ignatin edhe me dënimin e trajnerit të Talam këtë që nisëm. Atë që nisa ai të futet reklam.
Tani iku ajo punë. Aty ka Tani lezet. kemi të gjithë minutat në dispozicion. Aty ka lezet. Dgjoj, ne na rikthesi si diskutim për ta parë se ku do me dalë dhe çfarë analizash kemi secili për këtë gjë. Okej. Tani Mungesa e lojtarëve që ankoj trajneri 17 vjeçar? domethënë ti Nuk je ka fëmijë do thoshte. ti je trajner U17 dhe është një ekip U17 serioz. Po për arsye Ekip klubi i rëndësishëm. Po, i rëndësishëm. Klub Tirana, Partizani, Dinamo këto. Po një nga këto, nuk Po se më për thuaj arsye çka ka. tikës mund ta them se Që ti ku të klubet Pra, e një shqiptar. nga këto tre klube. Një Një nga këto tre nga klube. këto tre klube të kryeqytetit po them. Dhe ankojnë që nuk ka fëmijë. Ore nuk ka si numër apo nuk ka Po bie cilësi. muhabeti, po nuk e them, Po s'ka rëndësi, mos ka Po rëndësi. më tani ju këtu ka tani Lorenz, unë tani pyetje. çfarë rëndësie ka Pyetje. ajo? Nuk ka si numër apo nuk ka cilësi? Nuk ka si numër dhe nuk ka cilësi. Po. Të dyja bashkë. Po. Dhe bëjmë një analizë sepse kisha tjetër punë po ma odhi si diskutim. Cila ishte Kisha analiza? punë biznesi. Po. Dhe analiza është që po vinë shumë të huaj, kryesisht afrikan, që Edhe po te këto ekipe. Patjetër po vinë 15 vjeçar, 17 vjeçar, 19 huaj. vjeçar, të huaj. Afrikan. Dhe po vinë si më thënë se nuk është edhe shumë etike për të thënë me kondinier fëmijët me. Dhe Si kjo vinë ata, sepse dhe kjo nuk ti është po edhe nuk ishe 16 vjeç, nuk regjistrohesh dot në një Tani po skuadër. vinë fëmijë të Si vegjël. vinë? Dhe unë këtë nuk arrit dot të ta kuptoj dot. Mi pas është diçka e palishme. Një e para, Se e sot dyta. për shembull, një fëmijë shqiptar. Është dhe thënë ajër kështu, po vinë me kontenier. Tani do ta sqarojmë Po vinë në sasira të mëdha, Mi di po, më po si kuptimi, vinë se më s'kisha Lorenzo, si ta se- thoj. Do të çfarë do thënë visa si atë? Do të thënë Nuk- si nuk- vinë 100 kalamaj që futen kufirin shqiptar pa dokumenta? Jo, të gjithë vinë me dokumenta. Çfarë do Por, thotë? por, Do të thënë, si edhe këtu FIFA ka disa rregulla edhe këtu te forta për këtë dokumentat gjë. ka Shqiptar, probleme. Po futesh dot tu pa dokument mos e na Një bitë. sekond, më ata e mbylla unë dhe pastaj ju analizoni secili si. Dhe po vinë, Manush, mos mirësasi. bota ne sikur çuditesh, po Po futen pa vinë, dokumenta. Ne po po hajmë vinë, ushqim pa dokumenta. Edhe Ne po hajmë të ushqime që se kanë falsifiku- dokumentin tamam. Prit një sekond, ta mbarova. Këto që po theu mi tha trajneri, më nuk e Po po po, shpiku. okay. Jo, okay. Po vinë në sasi, po vinë edhe të falsifikuar dokumentat. Mosha mund të jetë 19 dhe thot 15. Dhe unë pyetja që Na, ngre kuptova. unë, që mua më shqetëson mua tani si prind që kam fëmijë që them. Ore si mund të barazohet një fëmijë shqiptar 15 vjeç me një afrikan 19 vjeç? Që ata dhe fizikun natyrshëm e kanë shumë më të zhvilluar se sa ne. Këtë pyetje kam. Tash i këtë përgjigje normalisht, mos ja bë Glendit ta japun përgjigjen. Po patjetër, jemi- bëj A e që ta- kupton ti pse është votuar në komitet ekzekutiv që mund të luajnë gjithë tuaj? Ky shqetësimi jot këtej. Votimi andej që mund të luajnë gjithë tuaj, ja po bashkohen dy bashk, po nuk është çështje sportive, është politike më shumë. Është politike se po të ishte çështje sportive, ne do interesoheshim që fëmijët tanë të akademive që paguajnë lek të ecin përpara. Mos ja zëjmë vendin këta që vinë. Ti thua vinë me shumicë. E shumicë. po. Puna është pse i marrin gjallë akademitë, pse i marrim nga sa i marrim në muaj atyre? Sa është pagesa në akademi mesatarja? 60.000 lekë. Jo, s'është 80.000 60. lekë. Futi transportin, futi Po. te këtë, futi këtë, Po. shkon 100 e ca. Pse po i marrim lek atyre kur këtej vit me shumicë nga jashtë dhe ndërkohë vendimi i komitetit ekzekutiv është që mund të lejohen të luajnë gjithë tuaj. A Faleminderit. kupton si bashkohen bashkë to? Kjo është më sport. Kjo është më shumë politikë se sport. Pastaj nëse doni, Qa mendon, Manush? Ti di që unë me Të duket thjesht statistika sport kjo? merrem. Që komiteti ekzekutiv voton kundra fëmijëve të tyre, edhe fëmijët e tyre nuk do luajnë dot nëpër ekipe. Nëse do ti zotri unë ti gjej se i futem se e bëj këtë punë Gjej që të disa ti gjej. statistika që të ti kemi, gjej ndoshta ekipe të hënën që e mund zgjerën të çik kenë më shumë tema. Te U15 apo U17 apo U19 të kenë 8-9 lojtarë me ngjyrë. Po pra po. Ajo që ne A mund intereson të ndodh kjo më? si janë këta në çka kushtesh ligjore janë këta në Shqipëri se kjo më intereson. Po do i ke rregulluar ata mos se s'ka. Po si ka arbe prind në Po patjetër më do kenë gjetur një hapësirë. Un po i them rastin e që kam këtë, kam sigurt kur djali i Çekiçit kur iku në Endri Kroaci, Çekiçi. Endri Çekiçi, Po. ai u shpërngul i gjeti familjarisht sepse ishte po, pra, 16 po, vjeç. se ashtu nuk lejohet, se do të shkosh bashkë- njëri nga prindit do të shkojë patjetër. Po, Po iku ky more këtë e di të sigurt. ky more kolegu jon i fiksfare se Juli Deda. Pa Deda ka po që çunin në po. Hungari dhe është zonja atje, sa Po, të mund të patjetër. vjet çuni. Pra, bota e njeh këto praktika. E di ku duhet jemi të kujdesshëm ne? Ke lojtari me ngjyrë. Se dëgjova një diskutim shumë të madh që bëhesh në Parlamentin Spanjoll nga një parti ekstrem idiot atje që ka marrë shumë vrull, që ishte në përgjithësi kundër gjithë tuajve, çdo gjë tuaj. Jam dakordun që vendimi i federatës është absurd për të lënë pa limit numrin e lojtarëve tuaj. S'më intereson me ngjyrë pa ngjyrë, që ose dukemi sigurinë jo, vetëm s'ka dhe lidhje, afrikanë. jo, tuaj. Pra, unë do vdisja të kisha të politikë që ndiqte Federata e kohës e Enver Hoxhës ku dy lojtarë me 18 vjeçar ishin detyruar dhe ajo me detyrim prodhonte talente. Por atë kohë nuk e kthejmë dot më. Në këto kushte
ki parasysh se lojtarët me ngjyrë prodhojnë Lamin Gamalët, prodhojnë disa lloj talentesh që ne mund të kemi mbas 5 vjetësh në Shqipëri në lloj talenti. Jo, mos shko gabim manush, jo. Po kështu vdes, shkove shumë lart, ne po të prit një Lamin Gamal do vdes në futbollin vendas. Po ti ke kombëtarën, s'ka si lojtar të vendit tënd. Do presim Lamin Gamal. Nuk vdes futbollin vendas lojtari huaj. Dgjoj. Po ka vdekur një tuaj një lojtar që po me kombëtarën. Çfarë që bëhet Milano Cortina s'ke sportist shqiptar. Ti flet për mundjen s'ke sportist shqiptar. Ti flet për futbollin e ke kombëtarën gjithë marr borxh. Çfarë sporti po bën ti? Pse marrët ky sport? Ai kupton sa janë federatat sa marrin, sa lek marrin për të marrë sportistë u marrin. Edhe ne me 4 sportistë do marrim medalje dhe këta do thonë që ja arritëm, edhe do justifikojnë gjithë ato para që harxhohen për sportistët. Nuk harxhohen për ata, harxhohen për sportistët. Me këtë buxhet për fëmijët që ka shteti shqiptar për sportistët. Manush, kjo është një hile e madhe Manush, mos ja vej emrin fare ndryshe. Kjo është një trukim i madh, domethënë sporti vendas po vdes dhe ne do të marrim sport huaj dhe të marrim gjallë këtë frymë që kemi. Fryma olimpike është ndryshe. Fryma sportive është ndryshe. Duhet marrin sportistë, ajo që the ti është thelbi i emisionit. Nuk e them të më unë. Ta niseshin nga shkollat. Modeli është nisesh nga shkollat, ti thosh fëmijëve që të gjithë keni mundësi të nisni në olimpiadë. E thetit s'kam çfarë them. S'pas keni asnjë për shkollë. Po e vërtetë është. Tani themi gjë tjetër. Thuaj, po jo me kaq pelankolise, po kur shikoj edhe më kapi. Jo është trisht. Po kapi frika çfarë do të thotë. Kombëtarja shqiptare e futbollit. Është shqiptare apo është e huaj? E huaj. Është e huaj kombëtarja shqiptare e futbollit? Për mua kombëtarja shqiptare mban gjallë administratën gjithë këtu sepse nuk ka lidhje me futbollin shqiptar. Futbolli shqiptar është me stadiume bosh, me nivel të ulët. Sa vite ka kjo kombëtare që s'ka lidhje me futbollin shqiptar sipas jush? Kjo sa vite ka? Sa vite ka që u bën? Sa vite po bën që kjo s'ka lidhje me futbollin shqiptar? Sa vite ka? Ja 15 vjet. Më thuaj ti tani emrin e fundit që mban mend ti një produkt kampionat shqiptar, ne që merrem me këtë punë, më thuaj një lojtar të kombëtarës që ka vajtur atje nga kampionati që ne merremi çdo javë me procesin ose me pason. Janë një 2-3 kokra si Uzuni, si ku janë? Ku janë? Muçi s'është. Muçi ja për javë, Muçi buri prap, Muçi zë shumë. 20 vjet 5 Uzunin kokra. e detyruan ndroj menaxher, forma të ndryshme, nuk ka lidhje, nuk është politik kjo. Nuk është politik. Kombëtarja mbahet sa për të shit bileta. E po ne na presin 20 nuk tham asgjë më. 20 vite të tjera ku do thellohemi në këtë endek. Ajo do bëhet gjithmonë më jo shqiptare. Ne do dalim pension. Futbolli shqiptar do bëhet, sporti shqiptar do bëhet gjithmonë më i varfër dhe më i shkretë dhe më. Kështu që na pret një periudhë e vështirë. Po linin dy drejtime dhe dy detyra. E para, duhet të forcuar proceset e pasojës së zëri vetëm që trondit dhe thotë gjëra. Dhe e dyta, të hulumtojmë dhe të flasim mbi bazë. Pra, kjo që thua ti, si dhe, sepse ne ngremi shqetësim. Dhe në rast se ka abuzime që këta kalamaj zën vendet e kalamajve tanë, ta ngrem zërin aty. Kjo është e vërtetë më për 100%. Jo, ta ngrem zërin siç duhet. Ke publicitet? Shkojmë publicitet dhe kthehemi pastaj flasim pak për dënimin e trajnerit Tetova, ku federata thot dhënien e deklaratave publike fyese. E diskutojmë një herë pas publicitetit. Passo në Top Albania Radio. Kthehemi në Passo me Electric Cars Albania, ECA, makinat elektrike, dashur miq, hiqni dorë dhe shkoni ke Elektrike siç kemi bërë ne. Keni ke rrugë e kthimit nga Tegu 2 kilometra, shkoni aty në sallon dhe gjeni elementet dhe makinat më të bukura me emra të jashtëzakonshëm, byt dhe gjëra tjera si këto, vetëm ke ECA, Electric Cars Albania. Lorenz, ndalemi pak ke ky dënimi i trajnerit të Tetova të Ignatias që Komisioni i Disiplinës e ka dënuar për dhënien e deklaratave publike fyese dhe denigruese ndaj institucioneve sportive dhe zyrtarëve të ndeshjes. Dënohet me një vlerë monetare 1 milion lek. 1 milion lek të vjetër. Si e peti, se e diskutuam gjatë edhe në diskutuam edhe proces të mua ka habitur shumë që të dënosh Tetovën. Po. Për mua nga trajnerët më model. Cila është deklarata fyese? Madje unë jo vetëm që po edhe si lojtar, po ka qenë po kështu, di se model, unë s'maj mend të kem dhënë një karton. Dhe të dënosh Tetovën që tha që s'po na lën të luajmë, atë që ka zoti Mallkataksu nuk ma merr njeri, domethënë janë të koduara si fjali, se tani ai e di se çfarë do thotë fiks. Po ne po i marrim dhe po i analizojmë. Ndërkohë që para këtij kanë thënë fjalë më të rënda. Ilir Daja. Martini Beri Gjest. Edhe ato janë dënuar, edhe Martini është dënuar. Su dënuar dy ndeshje pra. Jo. Ky është dënuar me lek, është ndryshon dënimi, çudi. Është dënuar me lek. Çfarë ndryshimi ka nga me lek nga me pezullim? Po dënoheshin ndeshje, rri pushim lart me çadër. Po, ndoshta disa trajnerë mund ta duan me lek dhe të jenë fush. Jo, po të prekte xhepi. Njeriu po e preket te xhepi, ja pyet Manushin po ta prekshte lekët.
Edhe mua. Lart ato për milion lekë në gjë. Mirë, dakor, se aq e ka rrogën. Po aq e ka rrogën, se ka 25 milion tani. Unë shikoj që tani jam i çik edhe ti jam i çik në kështu në një lloj po jo brenda timi edhe me ty. 4 javë kemi ti në proces sportiv u ngritë dhe the ky trajner flet kot se si Shëngër Haka, si janë bërë kështu. Është ashtu procesi? Jo, edhe një herë, unë s'jam dakord me këto deklarata, thash nuk I dua unë nga ana ime. Po pra, kur ti thua nuk jam dakord me deklarata, do të thotë që ai ka gabuar me ato deklarata. Tani ti direkt thua që po e them në dy këndvështrime. E para pse dënohet? Edhe nuk duhet I thot ato, po edhe nuk duhet ta dënojnë këta. Po prit pra. Ore, ka të drejta në deklaratë. Pyetje për ty, ka të drejta në deklaratë. Je Shëngër Haka ti sipas teje, po apo jo? Ti the jo në proces, çfarë thua sot? Je Shëngër Haka nga arbitrat? Po nga arbitrat pra, pse pra ta ankojtoj? Po thash më si ke dëgjuar mirë. Po s'ke thënë. Po janë 4 penalti. Se ka 4 javë radhazi që I marr. Por ti, fal, atë jam dakord. Por me modalitetin e ti nuk jam. Por vazhdojmë që në qoftë se është për të dënuar ky, që unë them që prapë është model, ke për të dënuar dhe ja 25 të tjerë brenda këtyre 4-5 javëve, që kanë thënë deklarata më të forta. Ndaç trajner, ndaç president, ndaç lojtar, çfarë duash ti? Dhe vetëm ky u dënua. E kuptova, po. Çështja, ajo që dua të diskutoj tjetër është kjo. Tani. Çështja që duhet të diskutoj është kjo. Në momentin që trajner flet, pra thot diçka që dëmton kampionatin, po themi. Se dëmton ai, duke dalë duke thonë që shikoj se arbitrat nuk po arbitrojnë mirë, I kam ai nuk dëmtoi arbitrat tamam. Ai dëmton sistemin. Po pra, gjithë sistemin. Pra kur një trajner del dhe flet kundër arbitrat do gabojnë edhe kundër sistemit, do gabojnë gjithkohon. Kundër sistemit ai gabon kur del dhe flet kështu, apo jo? Po, dëmton sistemin. Dhe penalizohet. Një sekond, duhet bëj një pyetje. Ma shpjegoni këtë. Është një tjetër gjë. Pra ai del dhe thotë një tjetër gjë sistemi që ka dhe arbitrat pranë. Ai kur tha nuk po na lën ai. Po një trajner kur del dhe thotë, kur del dhe thotë nuk po na lën të fitojmë, do të thotë që ai godet të gjithë sistemin e kampionatit. Sistemin e kampionatit. Kështu që duke goditur sistemin e kampionatit, pra ai arbitrimi brenda. Duke thënë këto fjalë, shpjegoja mirë Manushi kush është sistemi. Manushi e ka qartë kush është sistemi. Se duhet të dalë një pyetje. Shpjegoja kush është sistemi. Ora duhet dalë një pyetje. Ai tha këtë fjalinë. Pra nuk po na lën të fitojmë. Pra dëmton garën, dëmton sistemin dhe normalisht gjobitet. Po. Cila është mënyra që duhet të reagojë një klub apo një trajner ndaj një padrejtësie që ai mendon fush? Këtë më zgjidhni mua. Siç reagoi. Sa I del në intervistë sot, siç reagoi zotrit ta thashte proces, siç reagoi Vora. Si reagoi Vora? Vora reagoi duke bërë një shkresë në federat. Jo, s'reagoi kështu. Trajneri Vorës tha. Edhe turpi ka turpi nga turpi që ndodhi sot. Pse ç'është kjo fjali? Edhe Bellaj duhet të dënoj. Po dënohen gjithë. Po si është mënyra që nuk dënohesh? Mënyra është vetëm Vora, pra ta them mbas asaj të Bellajt që bëri një listë e thotë, jemi dëmtuar në këto ndeshje dhe I kishte gjitha ndeshjet. Çfarë ndodhi mbas kësaj listës? Masa dhe me atë që vura re unë, me thënë drejtën, në këto 2 ndeshjet e tjera, Vora ka qenë është rregullu. Po mirë na thuaj që ka pasur probleme. Që ta din klubet si të reagojnë. Ja t'ju them një diçka tjetër. Se Tirana doli protestoi 2 herë. Mori 2 gjoba, u rregullu situata. Pra dha një standard tjetër. Po pra, po është standard tjetër ky. Pra standardi I protestës, ik 10 minuta se rregullohet historia. E ka çuar letrën, e çoi. Po ka çuar thënë e çoi në federat. E ka çuar. E ka çuar. Po ndoshta reagon edhe ndaj Ignatit. Vora. Dgjoj, mos e Jo uni. ndaj Ignatis përmirësohet arbitrimi. Ja ka çuar. Ignati nuk e di. Kemi ra shumë. Se këtu s'ke ç'të bësh. Po, ja ta gjejmë çikzimin se ka drejt. Ky tani Glendi thot si do ankohemi. Unë them ato që tha Tetova është japësh shpërblim. Jo ti vesh gjop. Ti japësh shpërblim. Më I urti, më I përkuluri, 2 herë kampion. Po morali është që ti mos flit ose ty ke bërë kampion. Këta nuk të lejen të marrësh merit. Këta ta quajnë që ta kanë dhënë këta. Ç'a tha ai? Ai tha 4 gabime rastësore nuk janë më njerëzore tha. I bie që e keni me ne. Nuk na leni me fitu. Ç'a do të thonë kjo goditi sistemin? Kush është sistemi? Ku ka sistem atje më? Atje një njeri është. Ç'është ky sistemi? Ne I bëjmë qef aty duke thënë sistemi. Atje është si ti duhet sa të doj udhëheqsi. Mirë, sistem quhet ai. Si doj udhëheqsi atje. Ç'a do të thonë kjo molla? Ai nuk ankohet dot lojtari thotë ky. Ky thotë që Vora e bëri bukur. Si më e bëri Vora bukur? Çdo më thonë ajo që bëri bukur. Ta tha mirë Glenti. Turpi ka turpi, ja turpi që ndodhi. Çan ato, më çan ato. Jo, këtë bëri trajneri. Algoritme janë ato. Klubi e bëri deklarat tamam siç duhet. Po larë më deklarat siç duhet është atia. Nuk po na lën të fitojmë. 4 javë rresht. Nuk janë më gabime njerëzore. Nuk do të ai fyu ndonjë apo ofendoi dikë. Fjalit janë shumë pastra, janë shumë të etiketuara, po ai thotë që ti s'do flasësh. Ri mbyllë gojën se ke dalë 2 herë kampion. Edhe ai kujton se e ka nxjerrë ai, nuk ka dalë vet.
se këta ta japin, nuk e merr dot kampionatin. Ore, ai Kjo pa është morali. sistemin, o zotri. Po çfarë se sistemi? ka me arbitra. Mos pyet nëse nuk ka sistem, sistemi. Ai se ka sistem, o Lenci. Ai atë tha, ka gabime radhazi tha. Një lojë organizuar me gjithë shumë njerëzve, edhe bëhet një sistem. Aty ke vetëm një njeri më burr. Po çfarë sistemi është aty? Aty s'po del dot i kandidat atje se do të rri ai. Sistemi është sepse mund të jetë një person, po poshtë ke aktor sa duash. Është turp i madh me i thon sistem. Aty janë kapriçot e njeriu që ne po shojmë rrapa. Ato vizëm është ai ka drejtësi. Po në sistem ai është turp i botës po le. Ai është tregu çan. Ai është turp i botës, ai le. Ne tregu çam një sistem është. Po le, Sistemi për kryer po është sistem po le, tregu çam. mos thuaj sistem se është turp i madh. Gjithë njerëzit që kanë frikë jazemin dukus me gojë, sistemi thon. Kur thu sistem sikur thu universitete. Po, akademia. Ka për ndriturit e futbollit, sistemi. Shumë ka sistem të përkryer, ka dhe sistem të kalbur. Po jo, më ky me çfarë sistemi? Një njeri më është e ke pa. Komiteti Zotit, si janë? Sistemi kalbur fut mrena zodhon se me nivel, fut brenda, ka të shkencash. Aty s'ka asgjë, aty është si ngreti pare, aty dhe vazhdon historia. 150 veta ju thoni s'ka. Ora mund punoj edhe 1300 veta aty. Mos veta ti fare. Aty as në Kin nuk punojnë 150 veta. Që këtu fillon. halli. Kuptoti? As në Indi në Federatën e Futbollit Indian nuk janë 150 veta. Që janë sa miliard banorë. Franca ka 50 veta që të di. Po, ore, çfarë po them pra tani? Futemi pak te bota se sot janë përcaktuar gjysmëfinalet e Kupës Mbretit. Barcelona do luajë me Atletico Madrid 2 ndeshje, ndërsa gjysmëfinalja tjetër është derbi bask midis Societatit dhe Bilbaos. Por përballja e parë e fortë është kjo e Barcelonës me Atletikon, siç ndodhi edhe vjet, që dy skuadrat bën një çift ndeshje shumë bukur. Edhe këtë vit do përballen bashkë. Dhe javën tjetër, ditën e njëjtë është ndeshja e parë në Madrid. Dhe në datën 3 mars është ndeshja e dytë në Barcelonë. Dhe ne këto i kemi në digital. Këtyre dy ekipeve, Që është lajm i madh sepse dhe interesante është se ajo që ndodhi dje Atletico fitoi me Betisin 5-0. Ishte që një blerje që bëri Atletico ka bërë 3 blerje këtë dimër, po një blerje bëri të rëndësishme që ishte Lukman, lojtari i Atalantës, Zimi e ka ndjekur, që është heroi 2024 i finales, e kishte ndryshuar gjithë skuadrën. Dje Atletico ka bërë ndeshjen më të mirë sezonit. Pas gjithë vuajtjeve që kishte këtë sezon, dje dha shkëndijat e para për një goleadë. O kjo që Glenti më kujtoi një histori të bukur. E morët vetë çfarë rekordi ishte thyer? Një ekip turk, Egelspor, si ishte Egelspor, që kishte blej 21 lojtar. Kishte qenë bllokuar gjithkohon, edhe në fund fare shpërtheu bleu 21 lojtar. Këtë president shqiptar. Ishte kryedhe për fare 21 lojtar. Çfarë futboll, çfarë shqiptar më, ku kanë shqiptarët me blej 21. Nëse ne ndrojmë kështu 20 tani. Po jo me 21 veta kishte marrë Kisha ka gjetë karë Atletico, se ne Ishte një lojtar. Atletico Madridit ishte skuadra e parë në Spanjë këtë vit që për blerje. Ka 2-3 vjet që në fakt është ekipi që bën më shumë goditje. Po blerje po si qullos. Këtë vit nuk ka rriti mirë gjatë verës dhe po duket sikur me këtë lojtar ka gjetë një sistem ndryshe të skuadrës, i mungonte kjo 5-0 që arriti dje me Betin. Kështu që kjo e bën shumë interesante tani gara me Barcelonën do ketë në Kupën e Mbretit për ta parë një provë pjekurie nëse ka arritur Atletico këtë gjë. Ndërsa për sa i përket merkatos që u mbyll tani, Anglia përsëri shënoi shifra rekord. 453 milionë euro të shpenzuar në merkaton e dimrit, që është një shifër relativisht e madhe për lëvizjet e janarit. Kampionatet e tjera në Evropë sa rrinin lojtari më i shtrenjtë u ble Semenyo nga Bournemouthi që shkoi tek Manchester City. Bëri investim 100 milionë euro këtë vit Manchester City. Kishte një klasifikim sot Manush, ankesat e Guardiolës për bosët e Cityt që nuk janë më torpedospozuar me ushtet ekipin e ekipi kështu dhe ishte i shtati City në vitet e fundit, i pari vite Manchester United me 750 milion, pastaj vite Arsenali, pastaj vjen ekipi i shtati vite City për blerjet që kanë bërë këto vite e fundit. Dhe ata janë mësuar që ti mbështesin me blerje të mëdha. Kur çat Guardiola. E kupton çat Guardiola se do të shkosh mbrapa me armatime të rënda gjithkohon. Do të çosh këtë duaj ai dhe tani është i shtati nga blerjet që ka bërë vitet e fundit City. E rregulloi pak në janar. Gjithmonë shkëlqen me këtë buzëqesh. Dental med Austria Manush. Po çiti. Shumë shpejt. Po unë ngela me të mbjasht. Sa i madh. Shumë shpejt Manush dhe ti do shkëlqesh. Të hanë kemi doktorin në proces se ma ka fituar. Te fjetura e këtij është kryevepër kur ishte arbitër flite me uniformën e Skënderbeut. Tani që ka lënë arbitrimin, flem edhe më të jashtë. Ç'më kujtohet me ka gjetë Belaja. Ky nuk bën gjumë natyral. Në pjesën e fundit do na thot diçka për moviolistën, the, do kam disa kritika, the. Apo jo?
Po një fjali takova U përdroi çka. ose do ta bëj një rastisht takova Gim Zeqër. Po. Kisha vitim tha more. E kishe marrë malli për ty. Si shkon arbitrimi më tha. Po. Vazhdon. Siç e ke lënë ti. I thash fiksi thash. Tha ja mirë shkon. Po bisedë nuk i tha hajde ktheu se vi disa prap. deklarata bomb ti Eminit. Passo në Top Albania Radio. Shemi në pjesën e fundit me Arbreshët në paso. Kam një lloj shqetësimi Glend, nga tifozët e shumë që na shkruajnë, sidomos mbas procesit, edhe ishte një lloj kritike direkte që thotë ju që punoni në shtet, në federata, në vende nuk keni tagër për të mbrojtur apo për të dhënë një mendime të sakta rreth vendimeve të arbitrave. Na kishin futur gjithëve në një kazan sepse ka goxha emisione poshtë lart. Si përgjigjeni kësaj Emin? Pra të shqetësuar për mënyrën se si bëjmë violat. Po tani se kemi në dorë ne mbajmë përgjegjësi për moviolin që bëjmë ne. Patjetër, po nga që pjesën ata tjetër procesin e pastaj- kanë si pikë referimi, Edhe fusin pak aty të gjitha. Pjesën tjetër edhe unë s'jam dakord, edhe s'kam qenë kurrë dakord, edhe kur kam qenë vetë në fushë që njerëz që punonin në federat bënin edhe moviolin. S'kam qenë kurrë dakord. As atëre që ndonjëherë më mbronin pa të drejtë, ndonjëherë më dëmtonin pa të drejtë, se ashtu shkon. Sepse nuk mund të punosh, edhe unë po të punoja në federat, vija te ju nuk do isha asnjëri i vërtet. S'ke se si ti je. Se do ecësh sipas. Ja, nuk e di, moviolisti vonë është një në botë, moviolisti është një figura e dikujt që ka lënë arbitrimin dhe merret me atë totalisht. Po pra, nuk unë mund se di të- ky për shembull. Tani, shiko. Skinatorët që ai të ketë në një detyrë në federat. O Edi, nuk mund të ke konflikt interesi, nuk mund të punosh në institucion dhe të dalësh ti të mbrosh pastaj ose Nuk jo e të i mbrosh. nuk e gjykon, pse e gjykon nga kjo anti. Po ja ta gjykoj pse Të nga them kjo. një variant tjetër. Po. Për shembull, në Gjermani ose edhe në Itali më duket, kohët e fundit, një punojës i sistemit të arbitrave, pra i sektorit të arbitrave, del dhe jep njoftimet për gabimet e fundjavës. Dhe le thotë, pra, shiko, që këtu është- në filan ndeshje, Që këtu është ky problemi arbitri se nuk ti nga veproi këtu mirë në kalon këtë gjë. Pra, Gjermani. Gjermani ka demokraci. Këtu nuk ka demokraci. ti demokracinë Tu do thuash mendohet qa- si dush ti, Po po. mirë, më Jo, mirë. pra, këtu do mirë, të Edhe ai thon- punojësi federate mund të përfaqësoj linjën e përfaqëson linjën e institucionit që nuk atje. shkon këne, ka drejt Lenci. Shiko. Ti the që dënohet ka gabu, ky ka gabu. Kur kanë dalë ato tonet të thon ka gabu ky? Këta i dënojnë qefsas. Pse të gjitha vendimet që thon ata janë domethënë i shkojnë pro arbitrave në fushë. Patjetër, Nuk kanë dalë asnjëherë ata të thonë për shembull, që shiko ky shumë rrallë. shumë Vetëm rrallë. në raste që janë flagrante. Për shembull po të marr rasten 5 javët e fundit, 4 javët e fundit që janë bërë rreth 22 gabime, nga këto 13 ishin gabime, 5-6 janë të diskutueshme, që bën diku te 20, më fal. Dhe po ti shikosh këto raste që japin këta moviolis, janë të gjitha mund të gjesh një. Rastin e Elbasanit karton e kuq, që atë s'ka nevojë fare të jesh. Po the edhe për atë se është, shikoj gjitha të tjera se si janë. Dhe mua më vjen keq për këta, sepse njëri ka qenë edhe arbitër shumë cilësor në kohën e vet. Mos dalin dhe përfaqësojnë zërin e institucionit apo. Po pra të përfaqësojnë, po nuk mund të dalësh në media të përfaqësosh zërin e mund të jetë institucionit, po dilte te televizioni që ka më vet. Po mund dalin Fe atje. Ti nuk mund dalësh dhe të thuash të krijosh artifica që jo po kështu jo po ashtu, duke qenë që ke konflikt interesi. Është si të punosh te tatimet dhe të hapësh biznesin. Ka që thjesht. Dëgjoj, Lenci të hapim Mos u lojën. ngatro tani Lenci me. të hapim lojën, Lenci. Ka hapë më. Pse ti shqetësohesh që dalin njerëz me komandë Jo, të nuk shqetësohem federatës për fare, këtë? E di sa opinionist kanë Jo, ai studio. thotë shqetësimi ishte Se në po rrjetet mos ta marrë sociale. fjalinë Po jo e mos e nisë gabim. Po ta marrë fjalinë e Po burr. the pse shqetësohesh? Po një Nuk minutë do shqetësohem. ta, do të shqetësohemi të gjithë sepse nëpër studio ka shumë punonjës federata që punojnë. Dhe ai e ka bërë Kastile atë punë që ata Po kjo të është nxjerrin shumë një produkt. sensitive më gzim. Ke specialist, ke trajner, ke gjëra që ata nuk duhet dalin të bëjnë opinion. Se punojnë atje, shkojnë ke TVFSH. Atje të bëjnë Po, atje opinion ata. punojnë atje, po. Kurse këtu ata dalin nëpër studio. Edhe po të shikosh gjithmonë qëndrimin pro federatës. Nuk kanë drejt ata ty në këtë garë. Në xhunglën e madhe do hyjnë njerëz pavarur. Nuk shkon tani që ti pa ta mbushësh studiot plot. Dhe në fakt 3 çerek studio janë me njerëz të këtyre. Po kjo puna Nuk është vetëm arbitrave. Kjo është fenomen i madh, kjo është dukuri. Kjo është arbitre. Kjo është dukuri. Edhe studio politikës kështu. Edhe studio politikës si Manushi është. Dakord, Kjo është dakord. dukuri. Edhe studio politikës marrin interesa. 3 çareku janë njerëz me qira. Charter ai themin ne. Ore, o gzim, po të vjen keq më të dalësh dhe të bësh faqezi në një gjë që Tani ti am. s'kapse Ore unë jam me ty, po ne e kemi pas në emision më, një ish arbitër që vjen nga federata në emision.
Në emision Vita ishte arbitër, punonte në federat, punonte me ata dhe Vite boti opinionat për njerëzit. Dhe opinioni i për njerëzit ishte i komanduar nga federata. Nuk shkona, nuk mund ta Nuk bësh. ja pranoje vendimet e Ti edhe këti si apo pranon vendimet. Ja ta them, edhe un po ti isha, po ta them tani, ja ta sinqerisht, që po nëse un do isha pjesë e sistemit, nuk do diljan. Megjithatë ajo që duhet të shqetësoj ty është kjo. Që ti në çdo rast duhet të jesh shumë korrekt. Po. Në çdo rast që të shfaqet në fundjavë dhe pa u përfshirë nga njofjet e tuaja me arbitrat apo me gjithë. Pra ti në atë moment aty Moviola është diçka në Moviol je për dhënë vendimin dhe për të sqaruar sidomos kur rastet janë specifike. Se un atë kam qef, se un mua nuk pëlqen kur ti thua kjo është penallti apo s'është penallti. Atë e shef dhe një tifoz aty. Dakor. Po shpjegimi i rastit, siç ishte rasti i fundit i Tiranës me Ignatian. Aty ishte një thelbësori, aty ishte jo, ai ishte as ishte penallti ajo. Sa atë çdo njeri ka mendimin e vet. Gëzimi tha se është penallti, Ari tha është penallti. Po, dakor. Varet pak edhe nga shpeshherë njerëzit gjykojnë edhe nga ana tifozlikut. Një tifoz Tiranës thotë, jo s'është penallti, jo është penallti. Po pra. E kupton tani? Puna është ajo që shpjegon ti aty është. Çfarë roli ka arbitri? Kur ishte në një pozicion shumë të mirë për ta parë atë, pse e thriti vari? A duhet ta kthente vendimin kur e thriti vari? Sa kohë mori vari? Ç'a ndodhi brenda dhomës varit? Këto janë gjëra që publiku do t'i dëgjojë. Janë gjëra interesante për ta shpjeguar komplet. Në të gjitha studiot, në të gjitha mediat u tha penallti. Në të gjithë. Po mos më intereson fare. Përveç këtyre dy njerëzve të cilët janë federat që thanë jo. Tani ma shpjego mo ti këtë. Por mua nuk më intereson fare, unë jam publik, dua të dëgjoj. Dua të shoh. Verdikti ne ngrem shqetësimin. Unë dua ty në fizionominë e arbitrit. Arbitri është 10 metra larg. Pse se pa? Verdiktin e bën ai që e shef nga shtëpia dhe kjo që thot Blendi është thelbësore që ne tek Moviolat je ti eksperti i çështjeve tona që merr një lloj peshe specifike. Ne çdo javë përpiqemi që ne sy kemi aty për të parë edhe për të gjykuar. Ja do të jap një rast tjetër. Po gaboj pa. Të jap një rast tjetër. Të shohim përsëritur ndonjëherë neve kemi të vështirë për ta përcaktuar prandaj e ti. Penalltia që mori Real Madridi të javën e fundit të kampionatit ishte një penallti evidente për mënyrën e goditjes. Por gjithë historia ngatroi nga ajo prekja e topit me këmbë, që donte një lloj shpjegimi për te fakti ta është se është penallti, më kupton? Pra do një shpjegim për tyr pak dhe në botën e arbitrit. Se në fundit arbitri është pjesë e ndeshjes. Në një rast siç është një lojtar që u bë një goditje. Ai rast me që e morën, në qoftë se ti je i përfshir brenda sistemit. Për atë do thuash nuk është penallti sepse ai ka prekur topin në fillim edhe ja mbaroi. E kupton çka gënjeshtër e madhe është kjo? Ky është problemi. Por publiku që të shikon dhe thotë, "Ore, ç'a do të shumë?" 99% thonë që është penallti dhe dy veta që kanë një konflikt interesi mund ta quaj, del edhe ti edhe bën faqen zez. Mos se s'është kështu. Çfarë reagimi kanë klubet ndaj këtyre? Po ti shikoj prapë se pikërisht kjo mundon. Klubet dënohen. Ai thotë kemi 4 gabime për 4 javë dhe atje dënon. Po konfliktohen tani me president, po konfliktohen me atë në studi. Ti po ti në federat do të publikohet dënimet e arbitrave? O Glendi, pra kur një arbitër dënohet. Lenci më fal. U dënua Tetova? Po. Kishte fol dhe drejtori. Po. Ignatis. Pritet edhe ai. Edhe ai kishte dhënë pjesë, kishte hedhur këtë dhe tallej me ligjin dhe me maliqin. Që pse dënohen vetëm ne nuk dënohet Teuta. Më duket se nuk dënimi shkon deri ke lojtarët dhe jo. S'ka lidhje ajo. Pse nuk dënohen të gjithë një lloj? Ajo që tha Lenci çfarë? Të gjithë trajnerët kanë bërë gjëra dhe nuk kanë shfutuar. Si dënon ti trajnerin që flet më pak nga gjithë? Edhe fjalia e tij që janë shumë të pastra. Nuk la lën të fitojmë. Edhe kemi 4 herë që bëjmë 4 gabime. Karem Bilbili. Me kë lu Arsenali këtë javë, vetëm këtë thuaj. Arsenal lu me Sunderland. Sunderlandin nesër në orën 4. Me Xhakën. Të dielën pastaj, po Xhaka është i dëmtuar. Të dielën është ndeshja më e madhe e javës. Liverpooli me Manchester City është një betejë e vërtet në kampionatin anglez. Në Spanjë kemi Barcelona Mallorca nesër në orën 4 në çerek. Pirati kundër Barcelonës dhe Valencia Real Madrid të dielën në darkë. Këto janë sfidat kryesore. Të hënën shihemi si gjithmonë në proces dhe javës tjetër takohemi. Për informacion, për atë gjestin që thotë Gzim që ka bërë ky drejtori i Nantes, Mourinho u dënua 50.000 euro vetëm se bëri kështu në Itali. Me Genoa, po e mban. Mourinho. Tjetër histori. 50.000. Ikim. Ju falenderojmë gjithëve. Takohemi të premten tjetër sërish në Paso në Top Albania Radio dhe në Digital.